Paka shumë i takoj edhe unë gjeneratës që kemi qenë pa telefona, dhe me thënë në moshën kur kemi pas, në moshën kritike të zhvillimit tonë, para 20 e sa vitesh, nuk kemi pas telefona në përduar, dhe mendoj konsideroj që ka qenë një fëmijëri shumë e shëndetshme se fëmijëria që e kanë fëmijët sot. Për arsye se ne kemi pas ndërveprime të tjera, ne kemi pas shumë ndërveprime të tjera, kohën kritike të zhvillimit e kemi kalu në kopsht, mandej pas kopshtit e kemi kalu me familjar, kemi kalu duke luajtur, duke bashkëbisedu, duke bërë lojra të ndryshme dhe mandej na është zhvillu, mendoj më shumë edhe imagjinata, kemi pas më shumë durim, kemi pas më shumë koncentrim, kemi mësuar rregullat kryesore të shoqërisë, siç është pritja në radhë, respekti për të tjerët dhe shumë rregulla të ndryshme të cilat janë bazike që një fëmijë të jetojë jetën e tij i pavarur ashtu siç duhet, ndërsa sot fatkeqësisht po flasim, fëmijët sot thash mësuesin e parë kanë ekranin, që është totalisht gabim dhe mandej kemi problematika që po shtohen dita e ditës